Që dini ne kemi qenë ndër vendet e parat që kemi përmbyllur negociatat me vijin për reformat në planin e rritjes dhe pa të arritur që ta vazhdojmë të paret agjendën e reformave dhe nëse vendi do të ishte funksional, do të ishim sigurisht të parët që do të prinim edhe në përmbushjen e hapave. Por pas vonesave që ishin në vitin e kaluar, me 13 shkurt të këtij viti kemi ratifikuar 2 marrëveshje me BE-n, marrëveshjen për instrumentin dhe marrëveshjen për Kuan. Dhe së bashku edhe me caktimin e koordinatorit kombëtar për instrumentin e rritjes, është kompletu korniza ligjore, mes rast edhe kemi pranuar parafinancimin në prill me prej 6.8 milion euro. Korniza ligjore është përcaktuar dhe në 3 nivele po mbajmë diskutime. Unë po marr pjesë në 3 nivele edhe në atë politik, edhe në atë teknik, edhe në këto politike që ta kemi sot të parën dhe nëse nuk gaboj në muajin që vjen do ta kemi edhe komunitetin monitorues të përbashkët me bashkimin evropian, kështu do të mbyllet cikli i parë i 3 shkallësh i takimeve. Mes rast do të jemi në gjendje që të kemi një vlerësim më të qartë të situatës, sepse gjendja dihet për shkak se reformat janë të tilla, ashtu që janë të lidhura me afate kohore që janë publike dhe dështimi në përmbushjen e tyre dihet lehtë. Si dini, pakuja e planit të rritjes për Kosovën ka vlerën prej 882 milion euro. 2/3 e kësaj shume do duhej të përmbusheshin deri në fund të këtij viti. Ose në vlerë diku rreth 590 milion euro. Me vonesat të cilat i kemi, ne sidomos me pakun e ligjeve të cilat nuk arritën nuk do të arrijmë me kalim ndoshta deri me 30 shor, për shkak se tash vetëm dihet që vendi është i shpërblyer. Tashmë rrezikohet një pjesë e tyre, për çka sot edhe do ta komunikojmë në takimin e parë të Këshillit të Ministrave ku ka pjesëve kryeministrit. Përmendet që jemi një parë dhe duket se i mbeta më bërë që fillim të tregoj që ky monitorim është mundësuar nga Bashkimi Evropian dhe falenderojmë edhe zyrën e BE-s në Kosovë për gjithë kontributin që ka dhënë gjatë kohës dhe procesit të arkimeve të raporteve tona përveç mbështetjes, kurse së fundi është bashkangjitur edhe Fondacioni për shoqëri të hapur në nivel rajonal. Vërtet e përmendet që kemi qenë, përmendëm edhe ne në fillim që kemi qenë të parët ose të parët që kemi gëzuar agjendën e reformat, por tash jemi pothuajse të fundit, ndoshta pak më përpara se Bosnia, kështu që kjo është një gjë që vërtet është shumë fatkeqe dhe urojmë që për pjesën e mbetur se cekët edhe vetë që ka një afat të përcaktuar që Kosova të marrë përsipër implementimin e hapave të mbetur, të paktën të kemi një përfitim substancial për disa reforma që janë planifikuara për periudha të ardhshme. It is crucial to monitor, to look at the fingers of the government, to promote transparency and indeed help ensure that these reforms which the governments across the region committed to translate into real change for the people. I want to as well stress the point that indeed Kosovo is firmly part of the overall framework which the European Union put to the disposal of the region to accelerate reforms and accelerate Western Balkans integration into the European Union. Kosovo is on equal footing there and equally enabled to advance in the integration path and use all the financial means as all other 5 Western Balkan countries.
So that is essential, and indeed initially Kosovo has used this very well and was a front runner. Now we are where we are. You mentioned it, and I will get back to this as well. What we have seen over the past months are two key developments in the context of the reform agenda and the reform and growth facility. First is the ratification of the facility and loan agreements in February with the new parliament, which actually allow us really to step into a formal phase, because until then we were only informally monitoring, informally analyzing the whole machinery which we have there in the EU office in support of the reform agenda and overall Kosovo reforms was informally looking, colleagues were informally looking at what's happening and how it is developing, but now thanks to the ratification we can actually move towards the formal phase. Over 28 million euros disbursed directly to Kosovo's budget, and another 33 million euros are ready to go for projects through the Western Balkans investment framework. Në anën tjetër, si shoqëri, përfshirë shoqërinë civile, mendoj se diskutimin atë momentumin për trajtim të mirëfillt të një instrumenti kaq të rëndësishëm për afrim të rajonit në Bashkimin Evropian, e kemi të i kalu ashtu si shkarazi. Diskutimi kryesor publik ka qenë kryesisht në fajsim të palëve, në kohë para fushate dhe fushate, ku prej egzagerimit të disa figurave që në atë kohë shoqëruan edhe me masat e Bashkimit Evropian, nga njëra anë dhe ana tjetër arsyetime dhe shfaqësime të plota dhe jo marrje e përgjegjësisë për proceset mbi të cilat në këtë rast ishin adresat e qarta rrjedhimisht te qeveria. Kur erdhi koha me u ballafaqsu me ato humbjet financiare të vërteta si patëm si rrjedhoj e masave kryesisht të fondeve të IPA, ajo temë veçish e zauru dhe na kishin kaplu tema tjera auditore, dhe në këtë mënyrë na nuk mujtëm me fillimisht as me kuptu se çka ndodhi me planin e rritjes, e as me ato humbjet që i patëm prej masave.